Kalaja e Rozafës vijon të mbetet një nga atraksionet turistike më të rëndësishme në veri të vendit, duke tërhequr mijëra vizitorë vendas dhe të huaj gjatë gjithë vitit. Vetëm gjatë muajit maj, monumenti historik është vizituar nga më shumë se 29.000 turistë. Sipas të dhënave të publikuara nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore e Shkodër, numri i vizitorëve në Kalan e Rozafës ka arritur në 62.748 persona për periudhën 1 janar deri më 31 maj, duke konfirmuar interesin e lartë për një nga monumentet më të njohura të trashëgimisë shqiptare. E vendosur në një pozicion dominues mbi qytetin e Shkodrës, Kalaja tërheq vizitorët jo vetëm për historinë e saj shekullore dhe legjendën e Rozafës, por edhe për panoramën manice që ofron drejt liçenit të Shkodrës, lumenjve dhe maleve përreth. Rritja e fluksit turistik konfirmon edhe një herë rolin e Shkodrës si një nga destinacionet më të frekuentuara në vend. Rritja e fluksit turistik konfirmon edhe një herë rolin e Shkodrës si një nga destinacionet më të frekuentuara në Shqipëri. Krahas Kalas së Rozafës, turistët vizitojnë edhe Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi, liçenin e Shkodrës dhe Urën e Mesit, duke kthyer qytetin në një qendër të rëndësishme të turizmit kulturor dhe natyror. Shkodra shërben gjithashtu si porta hyrëse drejt Alpeve shqiptare, me destinacione si Thethi, Vermoshi, Razma dhe Shiroka, që vijojnë të tërheqin vizitorë fal natyrës së veçantë, bujtinave tradicionale dhe aktiviteteve të shumta në natyrë.